Po, ka një tendencë doni që i akuzojmë të rinjtë e sotëm që nuk po lexojnë. Nuk është e gjitha e vërtet, për mendimin tim, do të gjej edhe ty, po për mendimin tim nuk është e gjitha e vërtet, sepse unë njoh dhe ka student që lexojnë jashtë atyre që i përket fakultetit. Nëse një student do me pas sukses në fakultet, numri i librave, përmbajtja e librave që janë të lexu, ma merr mendje që është e mjaftueshme me marr krejt kohën, krejt ditën. Prandaj, nëse një student i universitetit nuk ka kohë me lexu libra për tej, libra fakultetit, e kuptoj. Veç një problem e kam kur çështja prezantohet në terma si tani trit lexojnë ma pak. Fiks, për këtë isha duke thënë që ju vihet ajo nuk lexojnë. Të rinj nuk lexojnë. Tani trit kuptimin e shkollave të mesme, fakultetit po mirë, ose këtu futen të gjithë. Edhe ndoshta mund me thonë njerëzit në përgjithësi lexojnë ma pak. Sot përshtypja im është që në përgjithësi njerëzit janë të lexuar më shumë se sa kanë lexuar ndonjëherë. Nuk mendoj që gjenerata e gjyshave tonë ka lexu më shumë se sa lexojmë na. Lexojnë gjithë ditën në Facebook, në Instagram. Po, ka mundësi në këtë drejtim janë fitues, po as prindrit tanë s'mendoj që kam pas një kulturë leximi që i ka kalu kulturën e leximit që e gjejmë sot. Ka mundësi që një elit në Prishtinë ka pas edhe qasje në libra më të mirë, patjetër se në një qytet më të vogël nuk mund t'i krahasosh nxënësit e një shkolle të mesme prestigjioze në atë kohë në Prishtinë, po sot qasja që është që trit kanë në libra, në lexim. Po në lexim, edhe jo vetëm lexim çkado që gjesh përreth teje, por në burime të mira online, librari çdo herë më të mira në Prishtinë. Për shembull, puna e rrjeteve sociale, se më shumë për këtë akuzohen ose në një farë mënyrë vjen në gjykim që gjithkohën e shpenzojnë rrjetet sociale. Njerëzit gjithmonë kanë gjetë kohë me hub kohë. Pra dikur, patjetër se mënyra qysh është jetu jeta ka qenë me fokus mbi jetesa. Prandaj nuk mund ta krahasosh një gjenerat që është var plotësisht në bujqësi, edhe dita ka fillu para mëngjesit edhe ka mbaru mbasi ka perëndu dielli. Nuk mund të thush se këta s'kan hub kohë, se ndoshta edhe do të hupnin kohë nëse s'kish pas nevojë me nejt 12 orë, 13 orë nëpër ara ose në një punë tjetër. Kështu që njerëzit zakonisht kanë tendencën me mbush kohën e mbetur të ditës me gjana jo punë, okay? Ose që ju kërkojnë shumë stretch. Prandaj edhe në atë kohë e shohim videot prej odave, burrat mbledhen, luajnë lojna, ose gratë mbledhen knojnë, ose bëjnë një aktivitet tjetër. Njerëzit kanë tendencën me heq mendjen prej gjanës kryesore ditore, që është e lodhshme, e mundimshme, që është kryesisht puna, edhe thjesht tani ka ardhur një kohë kur një familje mund me pas një rrogë pak më të madhe, edhe mund me dhënë mundësinë fëmijëve mos me punu, pra një fëmijë që dikur 70 vjet e ke gjetë në ara, tani e gjen në shtëpi. Edhe në shtëpi, nëse nuk ka një disiplinë për sa i përket mësimeve, koha e mbetur do të mbushet me diçka. Edhe fatkeqësisht tani mundësitë për me hub kohën në gjana absolutisht të panevojshme është shumë më e madhe se sa më përpara. Më herët ke mujt me pas një gazetë ose një lojë ose një letër, diçka ose po edhe tani ka gjithçka. Për shembull, nëse hyn në rrjete sociale, të dalin pafund artikuj. Domethënë, e gjen veten të zënë nëse do që ta zësh veten me pafund artikuj. A është okay gjithçka që lexohet, a futet te njerëz të lexueshëm gjithçka që lexojmë? Libra, literaturë, artikuj, se di, gjithçka që ka të bëjë me leximin.
A është në rregull? Po, njeriu ka një tendencë me e ndryshu sjelljen, mënyrën se si ndërvepron me të tjerët, pra atë personalitetin, mënyrën që i qaset tjerëve, në bazë të gjanave që hynë në mendje, përmes syve, përmes veshve, përmes leximit, njerëzit harrojnë se sa të ndikueshëm janë. Prandaj të e ditë sa të ndikueshëm jemi si njerëz, patjetër se duhet jemi shumë të kujdesshëm me ata që lexojmë. Do të thënë nuk është mirë çdo lloj leximi që bëjmë. Po, për shembull, tani në këto 10-15 vitet e fundit, literatura numër 1 në edhe vendet e zhvilluara, edhe të pa zhvilluara, është literatura që quhet self-help ose vetë ndihmuese. Edhe zakonisht titujt e këtyre librave janë si të bësh këto në 5 hapa, si të bësh këto në 20 ditë, etj. Ka libra prej këtyre që njerëzit thonë, kam lexuar online që 7 zakonet e njerëzit suksesshëm, kam bën një burr 55 vjeçar me e nal punën, me shku në fakultet, edhe me fillu fakultetin në moshën e mesme, edhe pastaj me pas një karrierë 20 vjeçare masanej shumë të suksesshme. Kështu që kam një dëshmi të tilla, por në përgjithësi rreziku të këta libra është që ata përshkruajnë një njeri të suksesshëm. Edhe pastaj përshkruajnë një njeri që është i kundërt me atë lloj mënyrën që menaxhon kohën mirë, ose menaxhon financat mirë, ose lidhjet mirë, etj. Edhe është shumë e lehtë që tjetri me ra në kurthin e të menduarit se ai njeri suksesshëm të libri, jam unë. A e kupton? Edhe njerëzit kanë një tendencë që kur bojnë gjana, për shembull kur ne mësojmë në fakultet, ose kur punoj mirë te puna, realisht ky është qëllimi, që kur lexojmë me marr diçka. Po, një gjë që marrim zakonisht në familje është lëvdrimet e tjerëve. Ka hulumtime që nëse këto lavdrime, nëse këto të lumt, bravo, etj, vinë shumë herët, ne kemi tendencën me lidh suksesin me lavdrimin. Edhe nëse një fëmijë si thu vazhdimisht atë që shumë mirë, por nuk e ruan këtë lavdrim në fund të procesit, ose nëse nuk e jep lavdrimin në baza të asaj që është bën. Pra i thu fëmijës veç të lumt, je shumë i mirë, po në vend të ti e bën këta shumë mirë, në mënyrën që u afrove, që shkove, bane. E si ta zgjedhim në një literaturë të mirë? Ne mendoj që duhet me ditë kush je ti. Edhe këtu ndoshta nuk ka të bëjë shumë me literaturën, por mund ta përdorësh literaturën për këtë qëllim. Ne pyetja është kush je. Pra, nëse kompjuteri kryen një funksion, edhe mënyra se si vazhdon të kryej funksion është përmes rrymës, ky laptop kam e pranu, pra në mënyrën e duhur, vetëm rrymën 12 watt që i vjen prej prizës. E kupton, përmes një rikusit mirë kështu. Kështu që është e çuditshme që ne si njerëz lexojmë sikur leximi është një aktivitet i shenjtë, mistik, edhe veç me lexu. Pra, qëllimi është me lexu. Nuk ka rëndësi çka lexon. Kjo është e dëmshme sepse ajo është informacion. Leximi është informacion që thjesht nuk jetë e marrë përmes veshve, po jetë e marrë përmes syve, përmes deshifrimit të shkronjave, fjalive etj. Prandaj sot ka libra që shiten edhe në Prishtinë, një libër ka edhe në anglisht, My Struggle, edhe anglisht lexojnë literaturë shumë. Libri My Struggle është i shkruar për Adolf Hitlerit, edhe ka shumë volume. Edhe nëse ti po e merr librin për me marr diçka të mirë prej tij, nuk mendoj që kemi gjetë ndonjë gjatë hajrit në atë libër, a e kupton? Unë as nuk kam interes me lexu, edhe me gjyku historikisht fare nuk më duhet, e kupton? Edhe po ka shumë libra sot, ka libra edhe prej anës atyne që nuk ja duan të mirën shqiptarëve dhe kanë marrë kohë me bë argumente sepse shqiptarët nuk duhet me ekzistuar në Ballkan. Prandaj në anën morale ka libra të cilët janë puro të dëmshëm. E që sot ndoshta me mija njerëz i lexojnë varësisht prej shtetit ku janë, si libra me vlerë.
e kupton? Prandaj nuk ka çdo libër vlerën e njëjtë, por se si me e gjetë vlerën e një libri, ne mendoj që duhet dish se kush je ti. Si zgjedh ti librat që lexon vet? Po, ne online, Se e di, je një nga njerëzit në rrethin që njohun që lexon më shumë ti libra. Po unë A lexon gjithçka? Ne e di që unë du që me i dhënë lavdi Zotit si qëllimin e jetës tëm. Prandaj, nëse një libër, edhe le të themi që kam bë gabim, kam marrë një libër që s'kam këshyrë shumë reviews në Amazon ose në Goodreads, që është një mënyrë e mirë me ditë çka po thonë tjerët. Goodreads është aplikacion, Amazoni një website ku mundesh me ble libra. Janë anglisht, reviews, shumica, po mund të shkosh edhe mund të shohësh se çka po thonë tjerët për atë libër. Për atë librin. Po le të themi që kam bë gabimin edhe kam marrë një libër që për mua një libër që s'ja vlen me lexu është nëse ka shumë gjuhë vullgare. Nëse ka shumë të shame, sepse do me thënë ti personalisht nuk lexon gjithçka, çdo libër. Po, tani, nëse kam bë gabimin një herë, ja kam marrë një autori një libër edhe e shoh që është pak i shlirë kështu nga goja, mos e marr. Okay. E kupton? Sepse unë e di, sidomos unë si don, jam shumë i ndikueshëm. Prandaj unë e di që ato fjalë kanë moment në kry. Nëse ka një hajgare, sidomos, e që ka një farë kthese kështu me gjuhë jo shumë pastër, ka moment në kry. Edhe tani unë nuk du që ajo fjalë gjej rrugën për të fëmijët e mi, ose nusja ime, ose njerëzit që kam për rreth. Prandaj historia mund të jetë fantastike. Thjesht kam vendosur që unë kam një problem të ndikimit, që gjonat, informacioni ka të unë. Të gjithë ndikojmë. Edhe kështu që du me majtë largë. Nëse çmimi që du të paguaj është që nuk mund ta kryej atë libër, atëherë e paguaj çmim, po më mirë mos ta kem atë fjalë atë hajgare në mend. E dyta i përbuz librat të cilët fillojnë sepse dikush do më mandru mend. Okej? Pra dikush shkruan një libër edhe sidomos fiktive, pra zhanrin fiktiv, po ai tipi është, le themi, komunist, ka qef me e shty një ide përpara, edhe krejt librin e ka shkru në mënyrë që të bind. Po të më bind mu për ideologjinë. Pra mrapa, libri është vetëm një mask. Edhe mrapa, tani është shumë lehtë me i dallu këto libra prej shumicës autorëve, po kanjëherë autorët janë kaq të mirë, edhe kaq ideologjikisht të kthym në një drejtim, sa që njerëzit e kanë vështirë me i dallu pastaj ideologjinë prej pjesës fiktive të librit, edhe blihet. E kupton? Kështu që veç nuk du që, nëse unë du me ditë që komunizmi është i mirë, unë thjesht mund ta shoh që i ka vrarë 20 milion edhe s'ke kinezë, nuk kam nevojë. Po, nëse jam një i ri, 5-16 vjeçar në shkollë të mesme, edhe nuk më pëlqen autoriteti, sepse prindët e mi unë i shoh si monster, kështu që po mundohem ta shkatërroj jetën time, a ku diun këto sfidat e një tinegjeri, është shumë lehtë më ndiku pi këtij libri. Është shumë lehtë me u ndiku pi një libri që e paraqet autoritetin. Që përshtatet asaj që po kërkon ti. Po nëse një libër e gjej që autoritetin gjithmonë e paraqet si të ligë, më kënaq mu. A kupton? Edhe unë e bleta një librin tjetër, edhe në fund përfundoj duke janë ndjek ideologjinë e atij X personi. Kështu që për ata është një sugjerim thjesht tjetër, nëse ki një person në familje që lexon, provo gjithashtu me pa edhe sjelljen e atij personi. Sepse ndikohet. Po, nëse dikush vjet te unë dhe më thot, e kam lexuar një libër që më ka ndryshuar jetën. Edhe libri është, le të themi, si të bësh këto në 20 ditë. Ndoshta më mirë mos më vrapu më një herë te biblioteka ose më hoazu librin. Ndoshta kam privilegjin me prit edhe një vjet, me pa nëse kjo që ka shkaktuar te personi, nëse kjo që ka shkaktuar te personi është thjesht një gjë e kohës. Një vrull adrenalinës, edhe mbaron mas 2-3 javë, nashta nuk i shpenzoj 5 euro në atë libër, ose as nuk e hupi kohën nëse ma jep personi librin, nëse një vjet ka kalu,
edhe personi vazhdon me I bë të tilla praktika si zgjimi hershëm ose puna e E kupton zellshme. që ka bërë efekt. Okej, nashta libri Aha, ja vlen. për me ja vlen. Po s'kemi kohë të presim më gjatë të donë. Atëherë më mirë mos me lexu. Më mirë mos me lexu ato që të shkakton probleme tjera. Okej? Sepse libri nuk është aktivitet në vetë, thash. Në jetën tonë ka familje, ka shoqëni, ka shkollë, ka punë, edhe libri është thjesht një nga gjërat të cilat Faktorët. po të ndikojnë ty. Edhe nëse ky libër, kjo është një kohë ku me vlerësu ndoshta edhe kohën sa lexojmë, përveç përmbajtjes, është nëse të tjerët përreth teje nuk po bekohen përmes këtij aktiviteti. Okay? Për shembull, në anën e kohës, sa orë me lexu në ditë. Tani në këtë skenar ti e bind që duhesh me lexu, edhe ajo që ke lexuar? Po në këtë rast veç kohën po flasim, nëse lexon 2-3 orë në ditë. Edhe në krejt ditës I ki veç 4 orë të lira, po ke familje, ke shoqëni e tjerë, kjo është një gjë e pashnetshme për mua. Sepse ata njerëz kanë paq nevojë për ty, edhe ata njerëz janë paq me vlerë për kohën tonë të lirë, sa dhe libri. Kështu që mund ta shohim Do të thënë jo e kuptoj. Po mund ta shohim domin edhe për kauna përmbajtjes, po edhe kauna e kohës. Sa kohë po humb. Se një tendencë doni që kanë vënë re tek rinia sidomos, ata që lexojnë, janë të prirur pas romaneve. Sidomos vajzat pas këtyre romaneve pak dramatik, pak me romancë brenda, dhe kur nuk përputhet realiteti me atë që lexojnë ose kuptojnë në për libra, bien në trishtim, dhe ti e kupton pastaj se sa shumë ndikon edhe sa jo e shëndetshme është që të fokusosh veç në një rrymë ose në një drejtim. Po si ta gjesh të balancën e mirë të lexuarit, gjëra që janë të vlefshme për ty. Do me thënë, nëse koha jote është ashtu si po thotë ti, jo ta zësh gjithë kohën tënde të lirë, po çfarë lloj librash do fusje tek ai orari që do kishe dashur të lexoje dhe të ishte efektive për ty. Tani, nëse është veç për të leximi, veç të leximi. Po leximi nuk ka asnjë studim serioz që thotë që leximi I bën dëm trunit. Jo, I bën dëm familjes. Po, e mira është me di që nëse po lexon, mos me folë sikur që flasim për kalimin e kohës në laptop ose në telefon. Pra leximi nuk hyn në atë kategori. Kështu që po nisëm pej temelit, leximi është I shëndetshëm, edhe nuk ka asnjë studim serioz që thotë që leximi ka një dëm. Mund të dhem koka nashta nëse lexon shumë atë ditë, po nuk është që të ka ndiku afat-gjatë. Okay? Kështu që nëse po lexon, edhe nëse është romancë, edhe nëse është thriller, horror, çfarë do që të jetë, vlera është vetëm në lexim, spari. Okay? Truni nuk ka qef me ushqy si një fëmijë. Prandaj kur e sheh një film, mund të jetë shumë I mirë, por ti të ushqy si një fëmijë. Pra filmat që thonë, pushoj imagjinatën, pushoj gjithçka, unë e bëj gjithçka për ty. Kështu që përderisa po lexojmë, leximi është shumë boring si aktivitet. Pastaj ajo që e plotson është imagjinata, është leximi po thotë unë po dua edhe për fshirën tonë. Kështu që është e mirë si aktivitet. Shumë mirë, romanca është mirë, gjithçka është mirë. Kush shkakton probleme? Po problemi është fakti që përmenda në fillim që ti ndikohesh. Pra, nëse ti po lexon pastaj veç romancë, bot kuptimi yt mbi dashurinë këtë rast, lidhjen me I dashur ose burr gru ose familjen këtë rast përgjithësi, nëse është e përfshim edhe fëmijët e kështu, është u ndiku për aty në librave. Okay? Ata libra po të diktojnë se si me komuniku, se si me pa qëllimin e martesës, se çka ndodh kur gjonat nuk shkojnë mirë, etj. Edhe një gjë që e kam pa te këto libra është që ka një fokus të madh te vetja. Edhe këta libra zakonisht bën edhe filma kështu, të Hallmark e kështu. Edhe
e sheh që fokusi atij filmi ose atij libri është zakonisht personazhi kryesor, çika ose djali. Shumë i rëndësishëm, më i Po, rëndësishme. Po e vërteta është që unë bindjen e kam që martesa, dashuria ka fokus tjetër në të gjithë kohët e ditës. Okay? Në mëngjes, në drekë, në darkë, natën, fokusi i dashurisë është tjetri. Okay? Në botkuptimin tim ka dy persona që japin dashuri njëri tjetrit, edhe krijohet si ky një person i ri, i cili plotësisht varet tek tjetri. Pra ti nuk i kërkon ato që të takojnë, nuk i pezmatohesh me kështu për një fjalë edhe e ndryshon krejt jetën tënde, pra ti vendos faljen edhe dashurinë si ato qëndrimin ndaj tjetrit, edhe pastaj tjetri ndaj teje, edhe kjo varësi është për mu dashuria. Rrallë ndonjëherë që kam pa një libër që ka këtë lloj botkuptimin ndaj dashurisë. Nuk se ime lexon disa libra kështu romanc që janë të shkruar nga një autore Jeanette Oak ose Francine Rivers. Ato kanë këtë tendencën që me vendos një person në një situatë shumë të vështirë edhe me pa se sa e madhe është dashuria edhe sa mund me stretch edhe në kohët më të këqija. Kjo është e bukur. Okay. Por nëse është gjithçka, çka ka në këtë tavolinë për mu? Okay. Edhe çka ka në këtë tavolinë? Atë isha duke thënë që si ta ruajmë veten, sepse un kam dëgjuar histori e kam parë njerëz që janë të fokusuar te ky zhanër dhe gjithçka në mendjen e tyre, në jetën e tyre zhvillohet sipas historive të atij libri, gjithë pritjet që ngre për dashurinë, për partnerin e jetës, gjitha duhet të ecin sipas, sepse sikur e thëti jemi si sfungjer, thithim edhe marrim ose e plotësojmë çka kemi nevojë e marrim me Unë i kam qef trillerat krem triller, edhe e kam pa që sidomos në një kohë prej 2016 deri në 2020, kjo ka qenë 90% e leximit tim. Edhe është interesant që në atë kohë shumica lajmeve që kam kërku, edhe më kanë interesu në mediat sociale, ishte te pjesa, nëse kishte një krem, gjithmonë më shtynte si ka ndodhur, çka ka ndodhur, kush janë atë, edhe pastaj kur fillova me mendu a ja vlen me nis me shkru diçka, isha të mendu tan kohën se çush kthehet një libër. Pra menja jam gjatë ditës spaku një herë dy ish të pa me fokus në drejtim. Sepse informacioni që kam marrë 90% kohës është i asaj natyre. Edhe tani le që më ka ndikuar mrena, po pastaj edhe mënyrën që unë kërkoj informacionin prej aty e tutje, e ka ndikuar. Kështu që nëse romanca është ai lloj literaturë, nëse horrori është ai lloj po horror është një gjë tjetër. Sido që të jetë kjo intake, prurja e informacionit në jetën tonë, ka më ndikuar pastaj mënyrën se si kërkon informacionin. Prandaj do të pyesja që si të ruhemi ose si ti vendosim ato filtrat që të mos priremi të veprojmë ose të jetojmë. Le ta lëm vetëm të ajo pjesa që the ti, ta zhvilloj imagjinatën, të bashkëveproj me ty, por ndonjëherë bëhet praktike jetës pastaj. Si ti vendosim filtrat doni? Ndoshta jo me ndrru zhanrin me patjetër, edhe pse mirë është me pa libra të zhanreve të ndryshme, një mënyrë se si me ndreq këtë punë është nëse vendos një libër romanc, le të themi, edhe në listën tonë të leximit, edhe një libër tjetër jo fiktiv. Një libër ose how to, ose çka do që tjetë historik, biografi, memor. Po, kombinoj, edhe kjo pastaj të sjell realitetin. Se edhe memoarët e luftës që kam lexuar kanë diçka mbi dashurinë. Për shembull, një ushtar aty i luftës dytë botërore që po tregon për familjen. Po, e flet për nusën e vet. Edhe për nusën e vet flet me mall, flet se çysh ka me jetu jetën kur të kthehet e kështu. Aty për mua ka vlerë romantike ajo pjesë, po aq sa një libër që e lexon, që është gjithë aty zhanri. Colin Hoover, që është ajo autorja e re. Kështu që veç me të sjell pak në realitet, pastaj mundesh me shku prapë te zhanri fiktiv. Bjerë në realitet prapë. Okej, kjo është me kombinu. Po kombinimi jo me patjetër i zhanreve, po mirë është me lexu libra që përshkruajnë jetën e dikujt. Me të sjell në biografia, memoarët, kështu që. Okej. Doni,
duke ditur që je autori një libri, çfarë do t'i thoje atyre lexuesve që sikur the ti në kohën që lexoje veç horror do qysh ta bëje, qysh ta shkruaje, si ta bëje një diçka ose kam dëgjuar vajza, djem që kanë qef të botojnë një libër me ato shkrimet e veta. Çfarë do t'i këshilloje ose sugjeroje si një autor i ri, si një shkrimtar i ri që je në Mas pari lexoni. Për mu autori ma përtac është ai që refuzon me lexu. Pra, ky qëndrimi që unë nuk lexoj, po kam ide të mëdhaja, e kupton? Gjuha është një gjë që e ndëgjojmë çdo ditë, por kjo e përditshmja është shumë e varfër. Është e pakt në fjalorin ton ditor, kështu që nëse do me pa një libër që të jep një pasuri në mënyrën që si ti shprehesh, kapi një libër, sepse ky personi që ka shkruar këtë librin, ky Andy Weir, ky ka marrë kohë me shkru, edhe pastaj ka pas kohë me gjetë edhe fjalë tjera, fjalë që përshkruajnë një situatë më mirë, kështu. Edhe ndoshta në çdo faqe kemë gjetë ka 2-3 fjalë të cilat nuk i kanë dëgjuar kurrë me shoqërinë tonë ose në familjen tonë. Po. Pasuron fjalorin. Edhe ajo ka më mbet aty, në kohën kur ti shkruan, ajo do ta gjej rrugën në faqe. Kështu që lexo. Interesant është që tani po bëhemi gati me botu librin e dytë me një shok. Libri i parë Oborri. Oborri është libri jot i parë. Kam të çanta. Harrova më marr. Domethënë për ata që përtojnë të lexojnë është i holl. Është i vogël 220 faqe. Lexon shumë shpejt. Libri i Oborri ka 4-5 libra që i kam lexuar kur jam kënd të e shkruaj. I ka aty mrena, fjalët e aty në librave mund të gjesh shprehjet, idetë e kështu. Libri i dytë mund me pa që kam pas shumë pak kohë për libra thriller, edhe jam kanë të lexuar më shumë libra historik, kështu me radhë. Edhe pasqyrojnë libri është më i butë, më kështu, më historik etj. Kështu që lexo, pastaj shkruaj. Këshilla e dytë do të ishte mos nis me shkruaj diçka të cilën s'mundesh me përmbledh me një fjali. Nëse se di se çka po shkruan në një fjali, okay? Do të përfundosh, ne do të jetë e rrezikshme për ty se do të përfundosh mas një 3-4 faqeve edhe kemu dëshpëru, edhe ndoshta s'kem janis kur më me shkru. Kështu që përmbledhe me një fjali. Okay? Mund të jetë një fjali çka nëse kupton pa pritmas që në të vërtetë je i adoptuar. Okay? Kjo mund të jetë një nismë, e kupton? Edhe pastaj këtë libri spaku ty të ndihmon që çdo kapitull me pas pyetjen si kontribon kjo temës të madhe që personi ka kuptuar që nuk i takon asaj familje spaku biologjikisht ose sido që të jetë. Ose ka një autor që ka shumë kështu sakta këto që quhen log lines ose premisat. Një ditë zgjohesh edhe nuk mund bash mend asgjë. Kupton? Ose një ditë zgjohesh me një kontinjer dikon bërllogët edhe s'mund bash mend asgjë. Kjo është një libër që unë e kisha lexuar me patjetër. Nëse e shkruani kam e lexuar. Se të nxit për ditur çfarë po ndodh. Edhe të mban ty në linjë. Edhe personi pastaj nuk e gjen veten, ai që po lexon, nuk e gjen veten të thonë, po pse jam të lexuar tash për hallën e këtij. E kupton? Ose tesën. Pra unë po du me ditë për ato që është qu në kontinjer pa kujtesë. Kështu që dine për çka po shkruani. 3, mos shkruani me e bin dikon se jeta s'ka kuptim ose këto gjëra të tilla të cilat ti tashmë je i bindur, veç tash po gjen një mask, një 3-4 personazhe që pastaj me i fut edhe të tjerë në but kuptimin tan. 4, kam pa shumë libra depresiv në këto faqet që reklamojnë libra online, edhe që është shumë mirë që po shkepen kështu përmes postës shpejt, e ban leximin shumë më interesant. Po, edhe qasja shumë e lehtë, po njerëzit dhe me të hapur. Po, jeta ka kuptim. Edhe e keqja është që jeta ka gjithashtu një smundje që quhet mëkati, edhe kjo e ndikon jetën tonë, por
një libër që ka një frymë të mirë, një frymë pozitive, shëndetshme. jo me patjetër sikur gjithçka po shkon mirë, por një libër që sjell shpengim në fund, kur heroji kalon nëpër krejt sfidat, edhe në fund del fitimtar, por del i ndryshu. Okay? Njerëz mendojnë që nëse e vret herojin, kjo sheh që jeta s'ka kuptim, jeta është e vrazhd, Jo, në të vërtetë unë mund ta mësoj që jeta është e vrazhd, përderisa ky personi po kalon nëpër krejt të gjanat, edhe kur del në fund, edhe mbijeton, ndoshta e ka hup një krah, ndoshta ka kuptuar që vet ka qenë pjesë e problemit, ka kuptuar se si ka qenë duke neglizhu familjen ose shoqëninë ose diçka tjetër, ose thjesht ka qenë përtac, ose po tani kjo i ka mësuar një gjë të mirë. Ky është një libër me vlerë. Edhe tani unë mund mësoj për vrazhdësinë e jetës, por mund mësoj gjithashtu që mund t'i jap zërtash, mund më punu më shumë, mund më u fokusu te ato prioritetet e tjera, edhe mund të mos bi në të njëjtat gabime. Pra, prapë se prapë, jeta nuk të jep rrallë në herë të jep diçka për cilën ti s'ki ndikim. Edhe një libër i mirë që të tregon që ti ke një fuqi mbi ato që të vinë, spaku për qëndrimin tënd ndaj sfidave, edhe kur kohët janë shumë të errta, është shumë më vlerë se sa vesh një libër që është i zi prej fillimit deri në fund. Kështu që jepni botës, nëse keni vendosur me shkruaj, jepni botës idenë e shpengimit. Okay? Sepse kjo është historia jote, kjo është historia e popullit shqiptar, pra është një histori e një populli të shpenguar. Okay? Edhe kjo është historia e njerëzimit. Pra, një jetë e vështirë, një histori e vështirë, po ja ku jemi këtu, po lulizojmë si civilizim, edhe po bojmë atë mirën në mes në këtyne vështirësive. Kështu që jepni botës një histori shpengimi. Don kam dëgjuar që studentët lexojnë shumë. Sidomos në kohën, diçka është puna, po është një fluks i madh leximi në kohën. Kum ni edhe unë. Kum ni që te biblioteka e filologjikut kanë marrë roje me mojtë renin para derës bibliotekës. Se tu rrej njerëz. Duket sikur vazhdimisht jemi duke i akuzuar që nuk lexojnë. Ato është e vërtet. Veç pisha para bibliotekës. Tu vjet në tenë.